Lokali i vogël, i njohur nga të gjithë si Art Cafe në Durrës, nuk është më. Pamjet e marra gjatë mesditës së sotme tregojnë se lokali është mbyllur. E ndërsa objektet e shërbimit janë larguar, ajo që ka ngelur janë imazhet e vendosura në muret e Art Cafe. Fotografi në bar dhe zi, të atyre që i dhanë jetën Arti Dursak, pjesë e Aleksandër Mojsiu, ndër vite ka ngelur aty të pahequra. Në një kujt të rallës në qytet, turistë huaj shihet të fotografojnë dhe të bëhen kurioz me pamjen që të ofron zona, si një muze i hapur. Godina e qendrës Aleksandër Mojsiu ka nisur që t'i nështrohet rekonstruksionit tërësor. Rekonstruksioni po realizohet me një fond me vlerë rreth 496 milion lek investimi i bashkisë. Rekonstruksioni po kryhet paralel me zhvillimin e aktiviteteve kulturore të programuara për t'u mbajtur në sanën e madhe të teatrit apo në hollin e qendrës. Pas rekonstruksionit, kjo qendër do të ketë ambiente moderne për zhvillimin e aktiviteteve kulturore për qytetin, si dhe do të ofrojë një shërbim cilësor për të gjithë qytetarët, artëtarësit dhe ata që do ta frekuentojnë. Projekti synon rritjen e kapacitetit të sallës kryesore, duke çuar numrin e vendeve në 360 nga 250 që është aktualisht. Ndërhyrja në ndërtesë do të krijojë kushte të përshtatshme për aksesin dhe lëvizjen e personave me aftësi të kufisuar. Projekti i restaurimit të jashtëm dhe gjithë fasadës së ndërtesës synon ruajtjen dhe evidentimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, historike, urbanistike e mjedisore të qendrës së qytetit të Durrësit. Për momentin ajo që hurohet është që këto fotografi, pjesë e historisë së Aleksandër Mojsiu të Durrësit, të hiqen sa më shpejt.